kërkimi i faljes tek Allahu në mënyrën më superiore. Profeti alayhis salam ka thënë: mënyra më superiore për t'i kërkuar falje Allahut është: o Allah, ti je Zoti im, askush nuk meriton të adhurohet përveç teje. Ti më krijove mua dhe unë jam robi yt. Unë e mbaj besën dhe zotimin tënd, për aq sa kam mundësi edhe kërkoj mbrojtje nga ti për të këqijat që kam vepruar. I pranoj të mirat që më ke dhënë dhe i pranoj gabimet që kam bërë. Më fal mua, nuk ka kush i fal gjunahet veç teje. Profeti alayhis salam shtoi: nëse dikush e thot këtë me besim të plot gjatë ditës dhe ndërron jetë po atë ditë përpara perëndimit të diellit, ai do të jetë prej banorëve të xhennetit. Dhe nëse dikush e thot gjatë natës me besim të plot dhe ndërron jetë përpara lindjes së diellit, do të jetë prej banorëve të xhennetit.